s'do kemi fare marrëdhënie ose kontakt me këto vende të rëndësishme për Kosovën, por se sikur ka ardhur koha ku ne duhet të fillojmë t'ja lëshojmë dorën partnerëve dhe tentojmë të ecim, ta provojmë të ecim vetë pak. E vërtet është. Më të vërtet është rrit ky sentiment, edhe pra po them sidomos tek diaspora, dhe këtë e kam vrejt edhe në komunikimin që keti me ta. Po normal o Kosovë se diaspora nuk drejtohet nga Zoti Kurti, drejtohet nga Merci, nga ku dëgjon Macroni, ku janë, në Zvicër, në Itali, pra ata kanë qeveri dhe kryeministra të tjerë. Këta jetojnë, normalisht për ta është shumë e lehtë të flitet në këtë formë, sepse jetojnë në një vend stabil, ku le të themi problemet e tyre ditore nuk janë as për afër me ato që ai kemi në Kosovë, në Shqipëri, në Ballkan. Dhe normalisht pastaj për ta shumë lehtë të thuhet se kështu do të duhej, kështu është më mirë, kështu duhet bëj edhe Kurti edhe Rama edhe ai tjetri. Dhe nuk janë aty çdo ditë që jetojnë, ta përjetojnë situatën, problemet që ne i kemi çdo ditë, ta zëm në Prishtinë, Tiranë, dhe e kanë shumë më të thjeshtë dhe shumë më të lehtë shpeshherë që të flasin. Si themi, kur ti je në breg të lumit, është shumë lehtë të flasësh për atë që ka rënë ujë, ose që është i lagur. Kështu që ky është një farë problemi që mbetet më pa, unë pra po them, duhet besoj që megjithatë qytetarët kanë pas hapësinë mjaftueshme dhe kohët mjaftueshme me pa pak a shumë se deri ku mund të shkojë Zoti Kurti dhe sa është në rregull ose jo në mënyra se si ka vepruar si kryeministër, por në anën tjetër mos harrojmë se valla që faji pastaj është tek parti tjera, sepse nuk është se kanë qenë gjendje të ofrojnë një opozitarizëm të fortë. Le të themi të hajrit të fortë, nuk kanë ofruar ndonjë alternativë të duhur, cila në një farë formë edhe ndoshta do të kishte efektin që njerëz pastaj fillojnë edhe të mendojnë pak më ndryshe. Megjithatë mbetet më u pa në 28 dhjetor, gjasa që të kemi ndryshime, le të themi të mëdha nuk janë, por që paktën ndoshta do të krijohen mundësi pastaj që koalicionet e mundshme të tjera të krijojnë një ndryshojnë dhe qasjen në Kosovë. Ndryshim, po, absolutisht. Këta emigrantët mërgjimtarët e Kosovës që jetojnë në Gjermani kryesisht apo në vende të tjera, mjafton të shohin lajmet në televizionet e tyre që të gjithë thonë se nuk e zgjidhin dot pa Amerikën luftën në Ukrainë, për ta kuptuar që sa e rëndësishme është edhe për vende si Gjermania, Franca, Britania fuqi dhe bërthamore, dhe prap duan ndihmën e Shteteve të Bashkuara. Imagjino pastaj për vende si Shqipëria, Kosova apo vende të tjera. Janë një pikë ujë në deti. Gjithsesi, duket se disa prej partive kanë filluar të energjizojnë strukturat e tyre, por t'japin edhe domethënë disa shenja interesante me listat e tyre. Duke filluar me LDK-n, e cila duket se ka shumë prurje që do t'jenë në listë, AK-ja interesante me lëvizjet të fundit, përfshi edhe njerëz që kanë qenë në ballë të protestave apo mbështetës të fortë edhe të afërt me zyrtarët lartë të vetvendosjes, PDK-ja që duket se po ruan atë qasjen me partnerët amerikanë, me Bedrihan Zënqenis nga Shtëpia e Bardhë, por edhe me sheshimin e disa mosmarrveshjeve që i kushtuan një komunë, por që tashmë me sa duket u bë me 7, prap edhe PDK-ja, me zotin Llëdrovci. Pra duket se ka më shumë lëvizje, ndërkohë që nga vetvendosja me përjashtim të thirrjes për mërgatën dhe një njoftimi se do të nisë një votim të brendshëm për kandidatët, duket se janë pak më të tërhequr në këtë start, po them. Është vërtet kjo që kemi pa, sidomos te LDK-ja, pra ka pas një prezantim të emrave goxha shumë që vinë kryesisht nga fusha ndryshme dhe nuk janë thjesht emra të panjohur, pra që deri diku tek LDK-ja mund ta bëjnë një lloj dallimi ose të paktën mund t'i japin një ndihmë të vogël, sepse nuk pres që të ketë ndonjë rikthim kush e di se çka të LDK-s, por besoj që kjo do të ndihmoj. Pastaj patëm edhe 2 marrëveshje që bëri me Partinë e Drejtësisë, që zgjedhja e kaluar ishte realisht me listën për familje, por që këtë herë kam përshtypjen që nuk u pajtuan. Njëra pjesë shkoi tek PDK-ja dhe doktor Ferid shkoi tek LDK-ja, pastaj me AKR-n. Gjitha këto elemente unë besoj që do t'i ndihmojnë deri diku LDK-s në, le të themi, rritjen e
numrit të deputetëve, jo me ndonjë dallim shumë të madh, por ka një angazhim. Për cilë edhe këto emrat e ri, që kryesisht janë moshë e re, janë emrat që njihen, le të themi, në komunitetet ku ata veprojnë, si emrat të respektuar, biznes, në art, muzik. Kështu që kjo besoj do të jetë një nga elementet më të forta që ka LDK-ja këtë herë, normalisht edhe me një angazhim pak më të madh sa i përket diasporës, edhe pse vazhdojnë edhe sot dyshimet dhe akuzat se sa i përket votave të diasporës LDK-ja sikur nuk ka qenë në nivel duhur, paktën këto janë dyshimet, kemi raste ende që trajtohet nga prokuroria, por nuk është se kemi një vendim. Tek PDK-ja, siç e përmenda ti, domethënë kam përshtypjen që kjo afërsia ose tentimi për ta sjellë në pa marrëdhëniet me SBA-n, normalisht ndryshimet në leadershipin e partisë do ta kenë efektin e vet. Po ashtu ka tentuar të ofroj pak emra të ri, po kam përshtypjen që edhe tek PDK-ja sa i përket listës do të ketë goxharisi, ndoshta edhe me rikthimin e disa emrave që eventualisht më herët nuk e kanë gjetë vetën aty, por edhe me emra të ri, pastaj bashkime me listën për familje normalisht do ta ketë efektin e vet. Dhe ajo çfarë lësht të PDK-ja është kjo pjesa që mendoj që ndryshimet që u ndodhen brenda partisë, pra me anën zotit Hamza, arriti të mbyll ato problemet që i kishte brenda vet partia, kryesisht me zotin Ladrovci, por edhe çështje tjera që i ka pas edhe nëpër komuna tjera, kam përshtypjen që janë aty, pastaj ishte interesante në rola e angazhimi i Ali Ahmetit në këto çështje, jo vetëm tek rasti me zotin Ladrovci, por realisht ka zëra që Ali Ahmeti është një lloj kumbare edhe i dasave të mëdha që zoti Limaj për shembull të rikthehet në këtë rast jo si koalicion sepse ka kaluar tashmë ai afat, por të jetë pjesë e listës së PDK-s. Kështu që dhe këtu normalisht zoti Ahmeti ta kemi parasysh nuk është se e bëri këtë vetëm për t'i ndihmuar PDK-s, duke qenë se janë partner dhe miq të vjetër në këtë, por kam përshtypjen që ishte një lloj mesazhi për Kurtin. Po, se i tha se erdhe ti atje u përzive pak në punë tona dhe unë po provoj këtu. Ndërkohë që te vetvendosja, të drejtën e Smerala unë vazhdoj ta kem këtë idenë që vetvendosja vazhdon të besoj që e gëzon atë mbështetje që e ka pas, bile se ka bindjen që e ka dhe më të madhe tash duke pas parasysh po them në ato dy elementet cilat ajo është fokusuar paktën në këto ditë e para prej kur është vendos data zgjedhje, pra që është veriu edhe le të themi lufta me listën serbe dhe diaspora. Dhe kam përshtypjen që vetvendosja e beson që atë mbështetje që ka pasur në Kosovë, që në një formë tjetër ju konfirmua, me atë sa ju konfirmua në 9 shkurt, pastaj edhe në zgjedhjet lokale, do ta ketë përsëri dhe fokusi qëndron te kjo që dallimin ta bëj me diaspora.